është më e mirë? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim drejt për së ndrejti nga kuzhina. Më e mira. Ka plas një debat këtu në kuzhinë. Më e mira, kaq se bëjmë të më e mira ti çfarë duhet atë. Ta ludojmë. Edhe Roska të shtojnë edhe hajde pranver. I ty fare pushim. Pogaçe. Pogaçe mi janë. Pogaçe janë, po kanë disa produkte, për shembull, kanë bylmet. Më duhet tek mielli. Kjo pogaçja është dikur bëhesh edhe me qiqra, mbaj mend të? Po të kam thënë 100 herë, si mitet. Si mitja është me qiqra. Ne i thoshim pogaçe. Si mitet që i thoshe ti pogaçe. Ne, gratë e lagjës, gratë e zonës ku vi unë. Mo të dish si janë nga lagja ime? Si i thonë. A nga lagja ime? Thjesht po të merr një copë bukë me gjalpa, me kështu. Ajo ishte më e mira. Bukë ngrohtë. Ishin kohë. Pra u mor vesh ishin kohëra në kohën e kolerës. Dhe kolera ishte varfëria, jo si ishte kolera. Kurse sot ne bëjmë edhe tangallik. Jo po themi qiqra, jo po themi kjo, jo po themi. Po më të bësh një brum, mjafton që mielli të jetë i mirë, si të di. Një miell i mirë, pastaj çfarë të doni mund të shtoni sipas dëshirës. E ke gjetur ti? Pak më shumë. E kam gjetur Olën. E ke gjetur. Olën nuk lodhem fare. Kjo është e rëndësishme. Po e gjetur. E di ku lodhem tash, po të dal aty përpara, edhe këtë zgjedh, sepse janë aq shumë sa që unë nuk di çfarë zgjedh. Dhe gjëja e parë që bëj zgjas dorën edhe marr. Dhe ja, ke marrë këtë super Olën të kuqen. Me të kuqen, ti tregoj pak produktet e pogaçes? Tani ti tregoj më të tregosh ti. Si të duash, unë i kam me gramatur. I kam shkruar. Hajde! O ti unë, vazhdo. A ti temë kështu, vazhdo. Po me gramatur këtu duke i parë, unë nuk e llogaris dot, po i kam të shkruara. Për shembull, 2 gotave qumësht. Ti çfarë gota i ke këto? Gota çaj. 200 gota çaj. 1 gotë me vaj, 2 lugë sheqer, 1 pako maja të thatë, 1 lugë çaj krip, 1 të bardhë veze, dhe të verdhën e kësaj veze o ta përdorim për ta lyer pogaçen sipër. 5,5 gota me miell, djath kaçkavall i grirë, pogaçe me djath. Atëherë marr terin e rrahës dhe shtoj. Majan e ke aktivizuar. Që e kam aktivizuar. Maja, sheqer, miell, ja. O të thatë, ose të njom. Unë faktikisht më pëlqen të përdor atë që është si brum. Ka më rezultat, është me shpejt, kurse e thata që themi ne e gjenë në çdo moment, prandaj. Më duhet veza. Pra e bardha e vezës. Krip. Sheqer, opa, direkt këtu. Shtojmë masën e vajt. Me çfarë masë e nisim atë masë mbarojmë. Ky brumi tani do të qëndroj dhe ne e pjekim. Shtoj pak. Shtoj dhe masën tjetër. Dhe të gjitha, opa. E kaloj unë ende nga lavamani dhe shtojmë miellin. Do të shtoj miellin në mënyrë graduale. Pa e situr, miell që i ka të gjithë komponentët e duhur për të qenë i zgjedhur, ë? E heqim. Ndërkohë pakun do e mbajmë. Pakun do e mbaj se andja po shtojmë edhe tasi, pak tjetër. Ja. Që mund të duhet për ta punuar brumin. E largoj telin rrahës. Sepse tani do ta punojmë pogaçen, brumin në dorë, që të formohet një brum i butë, i punuar mirë, i lën për pak që të qëndroj.
Dhe duke e punuar mirë edhe përbërësit bashkohen më mirë, qëndron më i butë. Tek për dhe rezultatin e kemi më... Mielli. Milda! E di vetë. Të duhet tjetër? Që ta shtoj të tasi, po ashtu. Nga të gjitha produktet, nga kam betur pashtuar vetëm djathi, të cilin që kemi më pas. E punoj. Ne të përdorim ardhën sot me djathin mozzarella të grirë, që mund të gjeni dhe në variantet të tjera të bashkimit të djathrave të ndryshme, e veçanta bashk me arlat si krem djathi, që është një produkt që vjen nga Danimarka dhe është një produkt që ka përbërës 100% natyral. Shifeni pak variantet e ndryshme të arla natyral, me krem djathi natyral, akoma dhe më të lehtë që është natural light, pastaj lakto free për personat të cilët janë intolerant ndaj laktozës dhe për ato që i duan ato kombinimet të kremit të djathit me hudhrën, me erzat e tjera, me bimët e tjera, ja ku e keni këtë të parën, arlën me ngjyrë portokalli. Për recetat të ndryshme, për lirin e bukës, për supën, për ëmbëlsirat, mbajmend që kemi gatuar me arlën me kremin e djathit, arla cheesecake-un, që ishte një përpunim shumë delikat edhe shumë i butë, sepse këtë ka avantazh arla, që është një produkt shumë natyral dhe që përpunohet shumë kollaj në çdo lloj recete. Pra ashtu edhe në përdorimin e saj thjesht tek buka, tek le themi brusketat apo kudo që ju e përdorni. Tani, me sa shihni, brumi është gati. Gati për ta lënë që të pushoj dhe pastaj ose në të kundërt të ndani në topca dhe lënë në tepsi. Po edhe kështu mund të jetë se vjen me kollaj ashtu. Ja të krijojmë fushpamje të pastër që të vendosim edhe tepsin. Përse do të qëndroj, brumi do të qëndroj sepse është fermentimi. Po. I brumit, që është aktivizimi ma jashtëm me brumin që të bëhet më organike. Derisa brumi të krijojë një zhurmë si puna e qeses ku ne e punojmë. Do të thotë që është i duhur. 20 minuta, 30 minuta është shumë ideale për t'i lënë kohë brumit. Më pas është pjesa e dytë, pra ka fermentim 2 herë. Gjë që unë nuk mund ta bëj dot, sepse aq më e butë, aq më sfrigjerore bëhet pogaçja jon. Ne ta ndajmë në kulaçka, në pjesë. Dhe tani të duhet që ta hapëm këtë mozzarellën ose këtë djathin e grirë, që ti pastaj t'ja shtosh. Tani ti vendose ta bësh në kulaçka më të vogla, për ti që t'i lëmë të qëndrojnë në tepsi dhe në temperaturë të ambientit të dhomës. Pra derisa të shihni që brumi nuk ngjit, aty është i duhuri. Bëj në fillim fare si masa dhe më pas shtoj e heq. Bëja të matematikën, për keni filluar këto matematikën, po të kontuarit, po të kërcuarit, po të lexuarit, po. Apo, libri im është në QTU te leximtari. Pakën të bëjë pak reklam vetes. Sepse është libri i bukur dhe normalisht Ashtë i bukur. Ashtë i bukur, ashtë në gegnisht. Dhe pa tjetër që të doja tabletin të lexon, jo, për çështje monetare. Se jam e pasur në këtë pikë, po do doja që të shihni në Albanin në një tjetër dimension. Shë. Do ju isha mirënjohëse për këtë gjë. Kam pjesët e brumit, gjë që i kam darë mirë. Do vaj kjo tepsia? Po, desh po. Do në qik vaj. Ja, të t'japëm që edhe
Tek të këtu. Jesh për të mbajtur të butë edhe pjesën poshtë dhe që të mos në ngjisë dhe pse bumi është shumë i mirë. Shtoj. Tek se cila do të hap fare ato djathit? Ja, vendosim pak kështu edhe e marrë këtu. Do marrë pjesë djathi. Të tillë. Ta mbuloj. Pra djathi brenda që vendosëm ne do të shkrijë. Volumi do t'jetë i dyfishuar për shkak të aktivizimit të majaz dhe pastaj do të piqet dhe do t'jetë diçka e butë sfyngjërore me shijen dhe djathit brenda. Tani, ne kështu do të vazhdojmë në pjesën tjetër të kulaçkave. Djath kemi mjaftuar, Marla na ka siguruar sasinë e duhur për ta plotësuar këtë recetë. E përsërisim edhe një herë me gramaturën dhe kjo përfundon. Më pas ne gjatë shkëputjes do të mundohemi që ti përfundojmë të gjitha kulaçkat, pogaçe me djath po përgatisim. Kemi për këtë recetë 2 gota qumësht. Qumësh ishte i vakët apo? I ambientit. 2 gota qumësht, 1 gotë vaj, 2 lugë sheqer, 1 pako maja e thatë, 1 lugë çaj krip, 1 të bardhë veze, 5 gota e gjysmë me miell dhe djath kaçkavall, djath mozzarella, çfarë të keni ju në shtëpi. Mirë, kështu përfundojmë recetën tonë të parë, një shkëputje promocionale dhe rikthehemi në kuzhinën sërish. Erdhëm në kuzhinë. Tani, unë do të merrem me pjesën tjetër të kulaçkave për t'i mbushur me djath. Albana do t'ju tregoj recetën e dytë. Pra kemi 1, 2, 3, 7 deri tani, kështu që edhe 1 na duhet në mes për hapësirën. Marrim një tepsi tjetër. Bëj këtë madhen ti edhe mbushë. Bravo. Edhe hiç mos këto të voglat për ju, ke madhja për mua. Si mundesh. Ja, do t'i lëm, kemi një pecet t'i mbuloj? Një pecet e gjem edhe pecetën. Po se i gjetëm, do të marrim pregaçin për parën tënde. Nise, për t'i parë dhe njerë të përfunduara, jo, si tanto, duhet i verda e vezës. Do t'i lyejmë, tani do t'i lyejmë me vezë. Edhe pogaçet vazhdojnë, po deshe sille njërën sa për t'a treguar. Ja. Se dhe pak i duhet. Shifeni, janë të buta. Shif, të buta të mira, o janë të mira, sa më s'ka, o Albana do t'i ha. Jo, për pogaçet. Po kjo nga ka dalë tepër ple, apo e kishim këtu? Po, kjo është për mua, po. Mirë, pogaçja, supa dhe patatet e mbushura, i gjeni, ja, shifeni pak të rrujë dhe një panoramim. Në faqe, në YouTube, në Instagram, në Facebook, ku? Të shqiptarja kemi. Në për shtëpia, të shqiptarja.com. Po gjithandej, pra, gjithandej. Shtypni, reze djellë dhe keni djellë me... pa kursim fare. Shijoni recetat si që ka hije një tryeze shqiptare. Ne ju përshëndesim nga kuzhina të lumshin duar, shihemi nesër në kuzhinë. Wow.